Jeta jonë në këtë botë është vetëm e përkohshme. Ne do të përballemi me Zotin në kohën e vdekjes sonë, Hebrejve 9:27. Lajmi i keq është: njerëzimi është në një gjendje të rënë. Njeriu dhe gruaja e parë të krijuar nga Zoti jetuan në kopshtin e Edenit. Ata u krijuan sipas shembulltyrës së Zotit, duke pasur vetdije, inteligjencë dhe shenjtëri, Zanafilla 1:26. Ata kishin një marrëdhënie të mirë me Zotin derisa nuk ju bindën urdhrit të tij për të mos ngrënë nga pema e njohjes së mirës dhe së keqes. Për shkak të mosbindjes së tyre, një mallkim erdhi mbi botën dhe mëkati hyri në njerëzimin, Zanafilla 3. Çdo person i lindur më pas trashëgoi mëkatin dhe një natyrë të thyrë, Romakëve 5:12. Fjala e Zotit shpall se të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk arrin lavdinë e Zotit, Romakëve 3:23, dhe paga e mëkatit është vdekja, Romakëve 6:23, vdekja e dytë në liçenin e zjarrit, Zbulesa 20:14-15. Shpirti ynë është i pavdekshëm dhe për shkak të natyrës sonë mëkatare dhe paftësisë për të shpëtuar veten, ne përballemi me dënim të përjetshëm në ferr. Ne kemi nevojë për një shpëtimtar për të përmbushur kërkesën e Zotit për drejtësi dhe shenjtëri, Hebrejve 10:1-5. Lajmi i mirë është: ka vetëm një emër dhe një rrugë të dhënë në qiell për shpëtim, falje dhe pajtim me Zotin. Zoti ka dhënë vetëm një emër me të cilin njerëzit mund të marrin shpëtimin, Veprat 4:12. Në emrin e Jezusit çdo gjuhë do të përkulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë se ai është Zot, Filipianëve 2:10-11. Ai është rruga, e vërteta dhe jeta. Ai është shpëtimtari i premtuar i njerëzimit, biri i vetëm i Zotit, i përjetshëm dhe krijues i të gjitha gjërave. Biri i Zotit u zbulua si biri i njeriut, trupëzimi, për të vdekur në kryq, vdekja, dhe për të ringjallur, ringjallja. Trupi i tij i ofruar dhe gjaku i tij i pastër i derdhur në kryq u bën flijimi një herë e përgjithmonë për shpëtim, falje dhe pajtim me Zotin. Ne shpëtohemi me hirin e Zotit përmes besimit në Zotin Jezus Krisht dhe ungjillin e tij. Ktheu nga besimet e rreme ose mënyrat mëkatare të jetës. Beso në Zotin duke pranuar birin e tij të vetëm, Jezus Krishtin, si Zotin dhe shpëtimtarin tënd. Beso plotësisht në hirin e ungjillit të tij, veprën shpëtuese të Zotit përmes birit të tij, trupëzimi, vdekja në kryq dhe ringjallja. Lutu me sinqeritet. Ati ynë Zot në qiell, unë pranoj birin tënd të vetëm, Jezus Krishtin, si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Zot Jezus, unë besoj në ungjillin tënd të shpëtimit. Mbretëro në jetën time dhe më transformo me fuqinë e shpirtit të shenjtë. Zot, të falenderoj për premtimin tënd të jetës së përjetshme dhe bollkun e saj. Në emrin e Jezusit. Amen. Besimi i vërtet jep siguri të plotë të shpëtimit. Zoti ka premtuar jetën e përjetshme përmes besimit në Jezusin, 1 Gjonit 5:9-13, dhe ne nuk do të përballemi me gjykimin e vdekjes së dytë, sepse kemi kaluar nga vdekja në jetë, Gjoni 5:23-24. Edhe pse trupi ynë fizik mund të vdes, Zoti do ta ringjallë përsëri. Kushdo që beson nuk do të vdes kurrë përjetësisht, Gjoni 11:25-26. Zoti mban të ardhmen. Askush nuk mund të na rrëmbejë nga dora e tij e fuqishme, Gjoni 10:27-29. Asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Zotit në Krishtin Jezus, Romakëve 8:35-39. Shpirti i Zotit banon dhe qëndron në ne deri në kthimin e Zotit ton Jezus Krisht, Efesianëve 1:13-14. Dëshira e Zotit për ty si fëmia i tij dhe i krishterë. Bëhu i pagëzuar në emrin e Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë me zhytje në ujë, Mateu 28:19. Rritu në hir dhe në njohurinë e Zotit ton Jezus Krisht. Qëndro në të dhe në fjalët e tij si dëshmi e besimit dhe dashurisë tënde për Zotin, Gjoni 15:5-7-10. Lutu, Mateu 6:6-7, mëson nga Bibla, Mateu 11:28-30, Gjoni 17:17, dhe ki bashkësi me të krishterët e tjerë që adhurojnë Zotin në frymë dhe në të vërtetë, Gjoni 4:23-24.